Ju ftojmë të ndiqni programin Moment Vendimtar me Dr. David Jeremiah. Ky program shpall fjalën e pandryshueshme të Perëndisë tek individët dhe familjet që jetojnë në një botë që ndryshon çdo ditë. Dr. David Jeremiah është themeluesi i shërbesës ndërkombëtare radiofonike dhe televizive Moment Vendimtar. Në 4 dekada të mësimit të fjalës Perëndisë, Dr. Jeremiah ka shkruar shumë libra, ndër më të njohurit janë Çfarë po ndodh në botë, Armagedoni ekonomik që po vjen, Perëndia nuk të ka harruar. Të kuptojmë 66 librat e Biblës. Mësimi i shëndosh biblik është thelbi i shërbesës së Dr. David Jeremiah. Ndaj mos u misni asnjë nga programet e tij. Kirurgu i Ohajos, Michael S. Kevick, ka shkruar një herë në një revistë mjekësore se kur po merrte në intervistë kandidat për stazhist kirurgjie, kualifikimet që po kërkonte, jo domosdoshmërisht ishin cilësitë që mund të prisni: inteligjencë të lartë, koordinim të shkëlqyer të dorës dhe të syrit, temperament të qetë apo edhe njohuri të thelluara mjekësore. Të gjitha këto cilësi kishin të bënin thjesht me talentin, tha Dr. Kevick. Por kualiteti që po kërkonte ai te një kandidat, mbi të gjitha të tjerat, ishte pasioni. Për shkak të pasionit që kanë njerëzit për përsosmërinë, publiku ka një respekt të madh për kirurgët, shpjegoi ai. Privilegji për të bërë një ndërhyrje kirurgjikale brenda trupit të njeriut ka tërhequr të rinjt më të mirë dhe më të shkëlqyer ndër breza. Një kirurgu me përjashtime të rralla i pëlqen vërtet që të kryej operacione. Një kirurg do t'i jap kujdes kirurgjikal në maksimumin e aftësive të tij apo të saj, njerëzve më pak të vlerësuar të shoqërisë ditën dhe natën, pavarësisht se sa orë ka punuar apo sa pacient ka vizituar. Një kirurg që punon brenda trupit të njeriut, shtoi ai, duhet ta shohë karrierën e tij në kirurgji si një përfshirje në dramën e madhe të punës në tempullin e Perëndisë. Pasioni, një zjarr në zemër, është ai që ndan një teknik të talentuar bisturie nga një shërues i vërtet. Kuptoni që sipas Pat Williamsit, pasioni është një dashuri e natyrshme, një entuziazëm, një fiksim për disa lloje gjërash të caktuara. Pasionet na mbërthejnë, na motivojnë, ato na ngacmojnë imagjinatën, na përkufizojnë se kush jemi. Në pjesën më të thellë të qenies sonë ne jemi pasionet tona, sepse pasionet tona janë gjërat që i duam më shumë në jetë. Pasionet tona na drejtojnë dhe i shpallin botës se kush jemi ne dhe se çfarë mund të bëjmë. Unë shpresoj që të ketë pak pasion që pluskon përreth jetës suaj për atë që bëni, sepse kuptoni që të gjithë ne, pavarësisht se kush jemi, qofshim të rinj apo pleq, meshkuj apo femra, pavarësisht se nga çprejardhja etnike vim, në fillesë Perëndia na ka dhënë dhunti. Ne kemi një dhunti, e dini se te Jakobi Bibla thotë se çdo gjë e mirë që na jepet dhe çdo dhuratë e përsosur vjen prej së larti dhe zbret nga Ati i dritave. Në shumë aspekte, të gjithë ne, qofshim të krishterë apo jo, jemi produkte të një Perëndie të madh dhe bujar. Prandaj edhe përpara se të vim te Krishti, edhe përpara se të dimë për Krishtin, ne lindim në këtë botë me një dhunti nga Perëndia dhe ai na jep të gjithë talentet, gjithë secili ka diçka nga Perëndia, me të cilën ai na ka pajisur. Por për shkak se na është dhënë një dhunti që në lindje, ne nuk duhet habitemi se kur kemi ditëlindjen e dytë si të krishterë, Perëndia na jep një tjetër dhunti. E dinit këtë? 1 Pjetri 4:10 na e thot kështu: gjithë secili le ta vërë në shërbim të tjetrit dhuntin që ka marrë, si kujdestar të mirë, të hirit, të shumëfarshëm të Perëndisë. Ndërsa ekzistenca juaj aktuale është një dhuratë nga Perëndia dhe nëse jeni të krishterë, ju është dhënë një dhuratë e veçantë, mund të jeni plotësisht të pavetëdijshëm se sa të talentuar mund të jeni ju. Jo të gjithë fëmijët e Perëndisë kanë pasion që të zbulojnë dhuntitë e tyre të veçanta dhe disa që e dinë se cila është dhuntia e tyre nuk kanë pasion për ta zhvilluar atë. Dikush ka thënë se talenti dhe aftësia është dhurata e Perëndisë që na jepet ne. Dhe ajo që bëjmë me talentin dhe aftësinë tonë është dhurata jonë për Perëndinë. Kjo është e vërtetë për të gjithë ne, pavarësisht se kush jemi. Ndërsa vazhdojmë studimin tonë të Efesianëve 4 sot, do të shohim se si Perëndia e ka pajisur çdo njeri në trupin e Krishtit me një dhunti të veçantë dhe unike, dhunti që është thelbësore për shëndetin dhe rritjen e kishës. Së pari, duke filluar nga vargu 7 i Efesianëve 4, ne lexojmë që Perëndia i siguron këto dhunti. Na thuhet po se cilit nga ne ju dha hiri sipas masës së dhuntisë së Krishtit. Tani, fjala po është në fillim të kësaj pjese për të na ndihmuar të kuptojmë se kemi një kontrast
Vargjet 1 deri në 6 na flasin për unitetin e trupit, kurse në vargun 7 fillon një pjesë që flet për diversitetin e trupit. Dhe diversiteti nuk zhbëhet nga uniteti, as uniteti nga diversiteti, ata i përkasin njëri tjetrit. Kisha është e unifikuar për shkak se është e përbërë nga një grup njerëzish që kanë dhunti të ndryshme, por bëhen bashkë në unitet për një qëllim qendror. 1 Korintasve 12:4 deri në 6 është një pasazh kyç. Ka larmi dhuntish, por i njëjti frym. Ka edhe larmi shërbimesh, por i njëjti Zot, dhe ka larmi veprimtarish, por është i njëjti Perëndi i cili i bën të gjitha gjërat në të gjithë. Ne jemi në unitet dhe kemi diversitet. Diversiteti ynë siguron unitet për shkak se gjithçka është në emër të Krishtit. Ne jemi në Krishtin. Biblia na mëson se Jezusi u jep dhunti shpirtërore gjithë secilit prej nesh kur ne shpëtohemi. Është diçka e padukshme, ne nuk jemi të vetëdijshëm për këtë, por gjithsesi është e vërtetë. Dhe një dhunti shpirtërore, sipas asaj që e kuptoj unë nga e vërteta, është një aftësi hyjnore që Perëndia u jep të krishterëve me qëllimin për t'i dhënë lavdi Perëndisë dhe për t'u shërbyer të tjerëve. Më lejoni që të ndaloj pak këtu dhe t'ju them diçka për cilën e vrasim mendjen ndonjëherë, si i shërbejmë Perëndisë, ai është në qiell kurse unë këtu poshtë. E po Biblia na mëson se ne i shërbejmë Perëndisë duke u shërbyer të tjerëve. Sa herë ja keni bërë këtë vëllezërve të mi, këtë ma bët mua. A doni të shërbeni Perëndisë, duhet të zbuloni të shërbeni njerëzve, kështu i shërbeni Perëndisë. Dhuntit shpirtërore që marrim kur shpëtohemi nuk janë domosdoshmërisht të njëjta me talentet me të cilat kemi lindur. Ndonjëherë janë në të njëjtin kanal, në të njëjtën rrugë, ne kemi lindur me një talent, për shembull, të dim të flasim mirë, atëherë mund të bëhemi predikues, ju mund të jeni një predikues. Por çështja është se kur merr një dhunti shpirtërore nga Perëndia, ajo mund të jetë ndryshe nga ajo që ti ke. Kam parë njerëz që kanë marrë dhunti nga Perëndia, që kanë qenë vërtet të mahnitshme sepse nuk përputheshin me asgjë që njihja për atë njeri, përpara se t'i jepeshin ato dhunti. Tani, Biblia na thot se ekzistojnë 19 dhunti shpirtërore individuale që mund i kemi ne si të krishterë. Nuk do t'i shtjelloj të gjitha këto, prandaj nuk do të bëj një mesazh me 19 pika, jam i sigurt që do të jeni të lumtur për këtë. Por më lejoni t'ju tregoj se ku mund ta gjeni këtë listë. Këtu tek Efesianëve 4, tek Romakëve 12 dhe tek 1 Korintasve 12, çdo i krishter ka të paktën një nga këto dhunti shpirtërore që janë përmendur në këtë listë. 1 Pjetri thot, gjithë secili le ta vërë. Në shërbim kjo do thot se gjithë secili e ka një dhunti. Gjithë secili le ta vërë në shërbim të tjetrit dhuntin që ka marrë, si kujdestar të mirë të hirit të shumëfarshëm të Perëndisë. Disa besimtar kanë më shumë se një dhunti. Unë kam njohur disa njerëz që kanë shumë dhunti dhe janë njerëz të mahnitshëm. Perëndia u ka besuar atyre më shumë se një dhunti. Po ju them edhe një të vërtetë tjetër. Biblia thot se kur Perëndia na i jep dhunti, ai gjithmonë na jep hirin që shkon bashkë me këto dhunti. Këtë na thot pasazhi. Në fakt tek Efesianëve 4 na thuhet se hiri i Perëndisë është i mjaftueshëm për dhuntin që kemi marrë. Ja ç'kuptim ka kjo. Sa më shumë dhunti që të keni, për aq më shumë hir keni nevojë. Me sa më shumë dhunti ju ka krijuar Perëndia për t'i shërbyer atij, për aq më shumë hir keni nevojë që t'i shfaqni këto dhunti në frymën e përulësisë. Është çasti i duhur për t'ju treguar një shprehje të shkurtër që ka qenë e rëndësishme për mua, që nuk ka kufi ajo që Perëndia mund të bëjë për ne nëse qëndrojmë të uritur dhe qëndrojmë të përulur. Të uritur për të bërë gjëra të reja që nuk janë bërë kurrë më parë, por duke qëndruar të përulur për ato që ndodhin kur ne i bëjmë këto. Ne duhet të mbajmë mend se për shkak se Perëndia na i ka dhënë këto dhunti, për shkak se ai na ka pajisur me këto premtime. Ai e ka bërë këtë që ne t'i shërbejmë atij. Dhe me këtë ai ka premtuar që të lartësojë të përulurit dhe të rrëzojë krenarët. Unë duhet ju them se është diçka e tmerrshme të shohësh një njeri me dhunti që nuk e kupton hirin që është i nevojshëm të shkojë me dhuntin e tij. Nëse Perëndia ju ka dhënë dhunti, kjo nuk është për shkakun tuaj, por për shkak të hirit të tij. Ai ju ka dhënë dhunti. Përuleni vetëm përpara Perëndisë ose ai do t'ju përul juve. Sigurohuni që ta kuptoni këtë. Pra Perëndia i siguron këto dhunti dhe vini re çmimin e dhuntive. Pali e thekson Krishtin si dhënësin e dhuntive shpirtërore dhe në vargjet 8 deri në 10 ai ndalon për të reflektuar se pse ky dhurues ka të drejtën për t'i dhënë dhuntit krishterëve. Tani ja se cila është një nga këndvështrimi ynë, një nga pasazhet më të vështira që do të lexojmë ndonjëherë. Unë do ta lexoj dhe kur të mbaroj do ta kuptoni se për çfarë kam fjalën. Për çka shkrimi thot kur ai u ngjit lart, ai e burgosi burgosjen dhe u dha dhurata njerëzve. Tani kjo ai u ngjit, çdo thot tjetër përveç se ai më parë edhe kishte zbritur në pjesët më të ulta të dheut. Ai që zbriti është po ai që edhe u ngjit përmbi të gjithë qiejt për të përmbushur të gjitha gjërat.
Ky varg I ka hutuar besimtarët për sheku I me radhë. Ndonjëherë është e vështirë të ndjekësh argumentin e palit. Ju lutem mbani mend se këtë po e lexojmë në shqip, si një përkthim nga gjuha greke dhe sa prej jush e din se shpesh është e pamundur të përkthesh një gjuhë në një gjuhë tjetër në atë mënyrë që kuptimi I plotë I gjuhës origjinale të kuptohet, prandaj duhet që të gërmojmë vërtet më thellë. Më lejoni t'ju tregoj se çfarë po ndodh në këtë pasazh. Së pari është një premtim në Dhjatën e Vjetër. Pali, mësues I mjeshtër, citon një pasazh shumë të vështirë nga Dhjata e Vjetër. Shikoni nëse e mbani mend dhe nëse ju duket I njohur ky. Psalmi 68:18 thot: Ti je ngjitur lart, ke burgosur robërinë, ke marrë dhurata nga njerëzit, edhe nga rebelët, me qëllim që ti o Zot Perëndi të mund të qëndrosh atje. Tani ky është një citim nga Psalmi, nga Davidi. Davidi po feston, ky është si një lloj himni kremtimi. Davidi sapo kishte fituar një luftë kundër Jezubejve në Jeruzalem. Dhe tani ai po feston për këtë gjë dhe në kremtimin e tij ai po thot: Perëndi, ti e ke fituar luftën kundër Satanit dhe kundërshtarëve të tjerë, ti na ke ndihmuar të jemi fitimtar dhe tani ti je ngritur në lartësi. Në botën e lashtë, kur një ushtri futej në qytet dhe fitonte luftën kundër atij qyteti, ja se çfarë bënin. Komandanti I asaj ushtrie hynte në qytet dhe mblidhte gjithë plaçkën e luftës, dhe mblidhte të gjithë ushtarët e zënë rob dhe të gjithë njerëzit e tjerë që jetonin në atë qytet, dhe në fund ai shpëtonte dhe çlironte të gjithë ushtarët e tij që ishin zënë rob nga ushtria armike gjatë luftës. Më pas komandanti do të kthehej në qytetin e tij dhe do të drejtonte një paradë festimesh. Ushtria do të marshonte përmes qytetit të tyre për të paraqitur rezultatet e fitores, plaçkën e luftës, robrit që kishin kapur në betejë dhe robrit e tyre që ata I kishin çliruar. Pikërisht këtë nënkupton shkrimi kur na thot ke burgosur robërinë. Pali përdor këtë motiv shumë të njohur për të ilustruar atë që bëri Krishti. Ai erdhi në tokë dhe mundi armiqtan, mëkatin, Satanin dhe vdekjen. Ai doli fitimtar mbi të gjithë ata dhe pastaj u rikthye në qiell si një mbret fitimtar dhe bëri paradë përpara gjithë ushtrive të qiellit me plaçkën e tij të luftës. Dhe tek Kolosianëve 2:15 na thuhet, dhe mbasi I zhveshi pushtetet dhe principatat, ua tregoi sheshit njerëzve duke ngadhënyer mbi ata në të. Do t'ju pëlqente të kishit qenë aty për ta parë atë paradë, kur Jezusi rikthehet nga fitoria e tij mbi Satanin, mëkatin dhe vdekjen, dhe kremton me një fitore triumfuese. Vini re provën e Dhjatës së re që vjen më pas. Tani këtë referencë të Dhjatës Vjetër Pali e aplikon për Krishtin në Dhjatën e re, duke bërë këtë pyetje. Tani kjo, thot ai në vargun 9, ai u ngjit. Çdo të thot tjetër përveç se ai më parë edhe kishte zbritur në pjesët më të ulta të dheut. Ai që zbriti është po ai që edhe u ngjit përmbi të gjithë qiejt për të përmbushur të gjitha gjërat. Kur Krishti erdhi në këtë botë, ai zbriti poshtë në Betlehem dhe lindi si një foshnjë. Më pas kur ai vdiq, ai zbriti poshtë në një varr dhe më pas vdekjes së tij ai shkoi në pjesën më të ulët të tokës dhe ai predikoi ungjillin aty. Pikërisht kësaj referoi Pietri në një tjetër pasazh të vështirë për të kuptuar. Pietri thot, sepse edhe Krishti ka vuajtur një herë për mëkatet, I drejti për të padrejtët, për të na çuar te Perëndia, u vra në mish, por u ngjall nga fryma, me anë të së cilës ai shkoi të predikoi frymërave që ishin në burg. Sipas Pietrit, Jezusi u vra në mish, por ai u ngjall nga fryma dhe më pas predikoi. Ideja e Palit tek Efesianëve 4:8 deri në 10 është kjo, që të na shpjegoj se Jezusi pagoi çmimin e pamas, erdhi në tokë, vuajti vdekjen, shkoi në varr, u predikoi demonëve, u kthye në qiell. Ai bëri të gjitha këto në mënyrë që ai me të drejtë mund të kishte autoritetin të qëndronte në qiell dhe të shpërndante dhunti të gjithë fëmijëve të tij. Por dikush mund thot, po unë kam një dhunti shpirtërore, por nuk është kaq e rëndësishme. Dua t'ju them se është e rëndësishme. Shpëtimtari ton ju desh që të bënte një përpjekje të paimagjinueshme që ai të vinte dhe të na sillte këto dhunti në mënyrë që ne t'i shërbenim atij. Këto dhunti na janë dhënë nga Perëndia, ato janë blerë për ne me anë të vdekjes, varrimit, ringjalljes dhe ngjitjes në qiell të Jezus Krishtit. Kemi thënë se Perëndia I siguron këto dhunti, folëm për çmimin e dhuntive, tani le të përqendrohemi te qëllimi I tyre. Pse Perëndia u ka dhënë dhunti shpirtërore fëmijëve të tij? Pse na duhen ato? Pali përgjigjet kësaj pyetje në vargjet 11 dhe 12. Ja se që thot ai, dhe ai vet I dha disa si apostoj, të tjerë si profet, të tjerë si ungjilltar, dhe të tjerë si barinje mësues për përsosjen e shenjtorëve, për veprën e shërbimit dhe për ndërtimin e trupit të Krishtit. Tani më ndiqni pak. Bibla thot se
Ne kemi nevojë për këto dhunti që kisha të mund të funksionojë. Tani Jezusi thot se na i dha disa dhunti për themelimin e kishës. Vargu 11, dhe ai vet i dha disa si apostoj, të tjerë si profet. Jam i sigurt se si unë dhe ju keni parë njerëz në televizor që e quajnë veten apostull filani. Kjo mund të jetë diçka e bukur për ta bërë, por sot nuk ka apostoj. Nuk ekzistojnë apostujt e sotëm, sepse ja se cili është kualifikimi për qenë apostull sipas djatës së re. Apostujt duhet ta kishin parë Krishtin e ringjallur, duhet të ishin dëshmitar të ringjalljes dhe duhet të kishin aftësinë për të bërë shenja dhe mrekulli, dhe ata ju dhan kishës për themelimin e kishës. Pse ishte nevojshme kjo? Shkrimi nuk ishte plotësuar ende. Perëndia na dha apostoj dhe ai na dha profet, që profetizuan fjalën e Perëndis. Pra, dhuntit e apostojve dhe dhuntia e profetëve janë dhunti themelore. Profetët janë zëdhënës apo përfaqësues për Perëndin. Ata treguan atë që thoshte Bibla dhe çfarë nën kuptonte ajo, ata profetizuan të ardhmen. Me fjalë të tjera, apostujt dhe profetët ju dhan kishës për të na ndihmuar që të fillonim. Ata ishin pjesë themelore në atë çast. Ata nuk janë të pranishëm në kishën e sotme 2000 vjet më vonë, sepse ne nuk po punojmë më me themelin. E kuptuat? Prandaj nëse mendoni se njihni ndonjë apostull, i jepini një përqafim, por mos e quani apostull, sepse nuk po thoni të vërtetën. Tani kisha është themeli i apostujve dhe i profetëve, dhe me qira fjala me i cili është ky themel është Bibla. Për shkak të apostujve dhe profetëve, ne kemi çdo gjë që ata duan që dim për këtë libër, prandaj themeli i kishës kryesisht është fjala e Perëndisë. E kuptuat? Apostujt në Dhjetën e Re, profetët në Dhjetën e Vjetër. Kjo është Bibla, themeli i kishës. Me qira fjala për këtë ne mësojmë në kishë, ky është themeli ynë. Dhe pastaj ai thot se janë disa dhunti për formimin e kishës, dhe ai vet i dha të tjerë si ungjilltar dhe të tjerë si barinje mësues. Në Dhjetën e Re, ungjilltarët shkonin dhe predikonin lajmin e mirë. Filipi në librin e Veprave është ilustrimi. Ata ishin të pajisur në mënyrë hyjnore për të fituar të humburit, ata i kuptonin pyetjet që kishin mëkatarët, dhe atyre ju dha mundësia për të predikuar ungjillin e Jezusit. Në vargun 12, ai thot se Perëndia na jep dhe unë besoj se fjala bari dhe mësues shkojnë bashkë, bari viz mësues. Këta janë njerëz që mësojnë fjalën e Perëndisë dhe kujdesen për grigjen. Unë besoj se Perëndia më ka dhënë dhuntinë e bariut mësues. Kjo është ajo që unë bëj. Por si funksionon kjo? Vargu më pas duhet kuptohet vërtet me shumë kujdes, sepse zakonisht nuk kuptohet siç duhet. Ai na jep të tjerë si barinj e mësues për përsosjen e shenjtorëve, për veprën e shërbimit dhe për ndërtimin e trupit të Krishtit. Tani ja se cila është mënyra se si duket normalisht ky varg te shumica e njerëzve. Ai vet na dha disa që të ishin apostoj, disa profet, ai na dha disa ungjilltar dhe disa barinj mësues, të pajisnin shenjtorët, të bënin punën e shërbesës dhe të udhëzonin moralisht trupin e Krishtit. Kjo është mënyra si e lexojnë njerëzit këtë varg. Me fjalë të tjera, unë jam pastori, unë duhet i pajis shenjtorët të bëjnë punën e shërbesës dhe të udhëzojnë moralisht trupin e Krishtit. Njerëzit që besojnë këto zakonisht erojnë, sepse kjo nuk është ajo që vargu thot. Më lejoni t'ju a lexoj mënyrën si është ndërtuar ky varg për përsosjen e shenjtorëve në mënyrë që ata të mund të bëjnë veprën e shërbimit dhe për ndërtimin e trupit të Krishtit. Puna ime është që të mësoj dhe të pajis njerëzit që janë në kishë në mënyrë që ata të marrin mantelin dhe të bëjnë veprën e shërbimit, dhe në këtë mënyrë lulëzon një kishë. Kishat nuk rriten nga jashtë brenda, ato rriten nga brenda jashtë, përmes dhuntive të njerëzve që janë në kishë. Është diçka e mahnitshme dhe çdo vit që unë bëj këtë më duket më e mahnitshme. Mendojeni si një orkestër të mrekullueshme. Perëndia na ka dhënë të diversitet të mrekullueshëm që ne të mund të funksionojmë dhe të prodhojmë diçka të bukur. Gjithsecili po luan instrumentin e tij, por të gjithë në armoni, dhe Jezus Krishti është dirigjenti i madh me qëllimin ton të madh, lavdinë e Perëndisë. Kjo është në të vërtetë kisha. Kjo është ajo që bëjmë ne. Çfarë emocioni është të jesh pjesë e diçkaje si kjo? Pra Perëndia ka siguruar dhuntit, kemi çmimin e dhuntive, qëllimin e dhuntive, tani cili është synimi. Çfarë ndodh kur një kishë funksionon në këtë mënyrë? Për çfarë duhet të kërkojmë, si duhet të kuptojmë se po e bëjmë këtë apo jo? E po, mos u habisni, por pali këtu përmend sërish fjalën unitet. Ai thot derisa të arrijmë të gjithë te uniteti i besimit. Përdoreni atë dhunti që Perëndia ju ka dhënë bashkë me të tjerët dhe shihni se si zhvillohet uniteti i besimit. Besim është shkrimi, besim është ajo që ne besojmë, derisa vim te uniteti i besimit. Pastaj ai thot se jo vetëm që prodhon unitet,
përprodhon dhe intimitet. Arsyeja e dytë sepse Perëndia i jep dhunti shpirtërore kishës, gjendet në vargun 13 derisa të arrijmë të gjithë te uniteti i njohjes së birit të Perëndisë. Fjala njohjes këtu është e rëndësishme, ka kuptimin që jo vetëm të njihemi me dikë, por edhe të kemi njohuri të thellë dhe të vazhdueshme për atë person. Biblia thotë se si të krishterë ne duhet të përkushtojmë veten me një intensitet për të njohur Jezus Krishtin, ne duhet të jemi të pasionuar për këtë, jo thjesht që të dimë për të. Jo thjesht që të njohim se kush është ai, por që ta njohim atë në mënyrë vërtet personale. Si mund ta njohim atë? Ne mund ta njohim atë përmes studimit të fjalës së Perëndisë. Ne mund ta njohim atë përmes lutjes. Unë besoj se edhe dhimbja dhe vuajtja janë gjithashtu mjete që Perëndia na jep në mënyrë që ne ta njohim atë. Dhe Biblia thotë se kur kisha funksionon ashtu siç ai e ka projektuar që të funksionojë, me gjithë secilin që bën pjesën e tij, me pastorët që ndihmojnë njerëzit që të pajisen për të bërë punën e tyre, rezultati është se gjithë secili do ta njohë Perëndin, do ta njohë Jezusin më mirë se më parë. Dhe pastaj Biblia thotë se jo vetëm kemi unitetin dhe intimitetin, por kemi edhe pjekuri. Pali e mbyll vargun 13 duke na kujtuar që ne duhet të arrijmë te një njeri i përsosur në masën e shtatit të plotësisë së Krishtit. Në thelb, ajo që Krishti kërkon nga të gjithë ne në kishë është që ne të rritemi dhe të bëhemi si Krishti. Perëndia i plot fuqishëm kërkon që unë dhe ju të rritemi, kërkon që ne të jemi në atë vend ku nëse kthejmë kokën pas, të mund të shohim përparim në ecjen tonë shpirtërore. Na thotë se duhet të bëhemi njerëz të përsosur, jo të përsosur pa mëkat, por nën kupton që të jemi të pjekur. Sa prej jush e din se nuk mund të jesh një krishter i pjekur nëse nuk i shërben Zotit. Arsyeja tjetër që kemi dhunti shpirtërore në kish është që ne të kemi qëndrueshmëri, vini re vargun 14, që të mos jemi më foshnja, ose mund të kishte përdorur bebe, që të mos jemi më foshnja, të lëkundur dhe të transportuar nga çdo ere doktrinës, nga mashtrimi i njerëzve, nga dinakëria e tyre nëpërmjet gënjeshtrave të gabimit. Po ju tregoj diçka që e di, jo sepse thjesht është në Bibël, por e di nga përvoja ime personale. Satani na është vënë pas. Ai nuk është me ne, ai është kundër nesh. Ai kërkon që të na shkatrojë, ai kërkon të shkatrojë ndikimin ton. Ai kërkon që të na nxjerrë nga loja dhe të na çojë në rrugë që nuk kanë asnjë kuptim. Dhe është vërtet i Zoti për këtë. Ktu në Bibël na thuhet se ai përdor dinakërinë njerëzore. Fjala dinakëri në gjuhën greke është fjala kubia, është fjala nga vjen fjala kub. Nga kjo fjalë është zhvilluar edhe fjala në shqip kub ose zar. Pali po i referohet fjalës zar me hile. Satani përdor me ne një zar me hile. Ai e hedh zarin dhe e di se çfarë do të bjerë dhe ai po përpiqet na mashtrojë. Le të shohim fjalët e përdorura këtu: mashtrim, dinakëri. Kështu punon Satani. Dhe Biblia na thotë se kur ne përdorim dhuntit që Perëndia na ka dhënë, ne materializojmë të vërtetën e tij në jetën tonë dhe pastaj fillojmë të shërbejmë të tjerëve, të vendosur si mund të ndërtojmë më mirë trupin e Krishtit nga brenda jashtë. Ne ndërtojmë një lloj qëndrueshmërie që na ndalon të jemi viktima të atij që kërkon të na shkatrojë. Së fundmi, rezultati i fundit i dhuntive dhe përdorimit të tyre është se ne kemi vërtetësi. Efesianëve 4:15 thotë, por duke thënë të vërtetën me dashuri, të rritemi në çdo gjë drejt atij që është kreu, Krishti. Çfarë është vërtetësia? Është të thuash të vërtetën me dashuri. Armiqtë tanë dhe mashtruesit përreth nesh përdorin mashtrimin dhe dinakërinë. Ne jemi thirrur të jemi të vërtetë, ne jemi thirrur të themi të vërtetën me dashuri. Dikush ka thënë kështu: e vërteta pa dashuri është brutalitet, kurse dashuria pa të vërtetën është hipokrizi. Vini re se ne kemi nevojë për të vërtetën dhe dashurinë në ekuilibër. Biblia na thotë se kur ne i lexojmë këto dhunti të Perëndisë që të zënrojnë në jetën tonë, ne me pasion dalim dhe zbulojmë se çfarë dhuntish kemi dhe fillojmë të përdorim ato dhunti. Perëndia na jep një lloj fuqie të brendshme dhe qëndrueshmërie që na ndihmon të shmangim armikun ndërsa vjen që të na mashtrojë dhe shkatrojë. Dhe rezultati të gjitha këtyre është potenciali që ato kanë. Vargjet 15 dhe 16 po i lexoj. Ajo që ndodh kur të gjitha këto ndodhin është se ne rritemi në çdo gjë drejt atij që është kreu, Krishti, prej cilit gjithë trupi lidhur mirë dhe i bashkuar me anë të kontributit që jep çdo gjymtyr dhe sipas forcës së çdo pjese të veçantë, shkakton rritjen e trupit për ndërtimin e vetes së tij në dashuri. Kisha rritet, zonja dhe zotrinj, nga brenda jashtë. Ne rrisim kishën kur ne kuptojmë se çfarë kërkon Perëndia prej nesh, se cila është pjesa jonë, se gjithsecili në këtë kishë
Do t'i përdorte plotësisht dhuntit që i ka dhënë Perëndia kur u shpëtua, ne do të kishim 10 shërbesa çdo javë. Nuk do të kishte mjaftueshëm vend për njerëzit që do të vinin te Krishti. Dhe kjo nuk na thuhet që të bëhemi të ndihemi fajtor, por të na sfidoj. Që Perëndia ka diçka që duhet ta bëjmë të gjithë ne. Mund thoni, po nuk jam i sigurt, ti nuk e di. Por unë të njoh ty, e di që ti je një nga njerëzit që ai tha se do ta marr këtë dhunti. Ti je njëri prej këtyre njerëzve. Një nga njerëzit e mi të preferuar në historinë e kishës është Dwight L. Moody. E dua këtë njeri sepse ai ishte kaq i vërtet. Kam dëgjuar një histori për Moodyn që një ditë një njeri shkoi tek ai pasi kishte predikuar dhe i tha: "Zoti Moody, po të dëgjoja ndërsa po flisje dhe kuptova që bëre 17 gabime gramatikore gjatë predikimit tënd." Dhe i dha një cop letër ku kishte shënuar të gjitha gabimet gramatikore që kishte bërë. Dhe duke ju përgjigjur, Moody i tha: "Unë po bëj më të mirën me atë që Perëndia më ka dhënë. Apo e bën ti? Kjo është pyetja që dua t'ju bëj juve sot. Unë po bëj më të mirën me atë që më ka dhënë Perëndia. Po ju, apo e bëni më të mirën me atë që Perëndia ju ka dhënë juve?" Kjo është një pyetje mirë. Kjo është pyetja me cilën duhet të luftojmë të gjithë. Perëndia është një dhurues i madh dhuntish. Çfarë do të bëjmë unë dhe ju me çdo gjë që kemi marrë prej tij? Faleminderit që ishit me mua sot në moment vendimtar. Sa më shumë që e studiojmë fjalën e Perëndis, aq më shumë e kuptojmë që Perëndia ynë i dashur dëshiron të ketë një marrëdhënie personale me gjithë secilin prej nesh. Nëse ju do doni që të filloni një marrëdhënie me të, hapi i parë është që të pendoheni për mëkatin tuaj dhe t'i kërkoni Jezus Krishtit që të bëhet Zoti dhe shpëtimtari juaj. Sapo ta merrni këtë vendim për të pranuar dhuratën e Perëndis për shpëtimin, do të fillojë udhëtimi juaj me Perëndin si një krijesë e re në Krishtin. Nëse sot e keni marrë këtë hap besimi, ju inkurajoj që ta ndani vendimin tuaj me të krishterë të tjerë në një shërbes të besueshme apo te një kishë zonës dhe që të vazhdoni të rriteni në besimin e sapo gjetur. Perëndia ju bekoft ndërsa filloni ecjen tuaj me Perëndin. Pres me padurim që të shihemi herën tjetër këtu në Moment Vendimtar. Ndoqët programin Moment Vendimtar me Dr. David Jeremiah. Rikthehemi sërish tek ju javën e ardhshme me një tjetër mesazh për fuqinë e jashtëzakonshme të fjalës së Perëndis, që ndryshon jetën tona përgjithmonë. Deri atëherë, miru dëgjofshim.